ata të cilët sot, si kur e fjalë në çështjen e Berishës, ose nuk din të orientohen politikisht dhe nuk kuptojnë kush do të jetë kryefjala në të momente, ose pasaj duan të zbusin pikërisht rresencë të madhe që po bën Berisha ndaj regjimit. Çfarë do të sillte një largim i Berishës? Unë mendoj që në këtë as mund bëhet fjalë për njëtin. Berisha sot është për Berisha ka luftuar dhe po lufton, ashtu si luftoi edhe kur u shpall non grata, edhe kur e vutën aty, edhe kur detruar nga kati 7. Çfarë pasojash mund të kishte në këtë lloj Berisha është një misionar për rivendosjen e votës së lirë. Ai ka rolin kryesor që po luan në këtë pikë. Ai është maja e tehut që të rresencës ndaj deformimit të votave dhe të hapësh sot të çështje. Do të kërkon të thyesh tehun kryesor që ne kemi në luftë për rivendosjen e votës së lirë. Pra rrjedhimisht shkatrim për Partinë Demokratike? Rrjedhimisht dëmtim i madh për lëvizjen demokratike shqiptare, për atë mundësi që është për të rivendosur vlerat, për demaskimin e këtij deformimi dhe për të hapur rrugë pasaj në procesit e lirë zgjedhor, ashtu si përçirën po lufton Berisha nga Mjezi deri në Darkë.